Do vjen flasim për zhvillimet në Kosovë dhe kam kënaqësi të kem analistin Afrim Kasolli. Zoti Kasolli, kënaqësi të kem në bisedë. Faleminderit që u bashkova. Kënaqësia është edhe ime, Thimi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Na ndaj pak ditë nga 6 gushti, si duket situata? Po përpara 6 gushti, do thënë kemi edhe 30 korrikun, që kemi 30, po të thënë mos gaboj, u venden në LDK-s, kështu që ndalin fillimisht LDK-ja çfarë pritet, më pas detyrimisht që është e lidhur apo jo me 6 gushtin. Po pashpamshëm do thotë ajo që do të ndodhë në kuvendin jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, në mas të madhe do ta përcaktoj edhe mënyrën se si do të shkojnë punët me 6 gusht, mirë po tash Lidhja Demokratike e Kosovës shkon në një kuvend për shkak të kontestimit të leadershipit të këtij subjekti politik nga një pjesë e delegatëve të kuvendit LDK-s, të cilët kërkojnë shkarkimin e zotit Abdi Gjiku, që sipas tyre për shkak të rezultatit jo të favorshëm dhe të dobët që Lidhja Demokratike e Kosovës ka gjatë 3 palë zgjedhjeve të fundit që është drejtuar nga Lumi Abdi Gjiku. I njëjti kishte kaluar një lloj testi të këtij dhe në janar, do thotë të këtij viti, fitoria ishte shumë fragjile, ishte do thotë me një diferencë shumë të ngurtë. Prandaj mbetet të shihet se nesër ose në fakt me 10 nesër që vjen, a do ta tejkaloj apo jo, do thotë këtë sfidë të re me cilën përballet zoti Abdi Gjiku, i cili sipas tij po ndodhet në një kohë të pafavorshme si për Kosovën ashtu edhe për Lidhjen Demokratike e Kosovës, kur ai ishte i impenjuar plotësisht dhe totalisht do thotë me lëvizjen vetëvendosje me qëllim për të dhënë vendet institucione të reja dhe mbase për ta gjetur ndonjë formullë për bashkëqeverisje deri tek ideja e zgjedhjes presidentit të ri të presidentit të ri të vendit, cila është shndruar në njërin prej linjës gordiane në sa i përket krizës në Republikën e Kosovës. E kuptoj, Afrim, duke ndalë pak tek LDK-ja, çfarë parashikohet? Do t'i mbijetoj Abdi Gjiku apo jo, si janë skenarët? Po, thimi tash është vështirë të parashihet, do të ajo që është e saktë dhe që mbrehet në opinionin publik, do të ka një pakënaqësi goxha serioze tek një pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mbase të njëjtit kanë, do të këto pakënaqësi kanë ardhur duke akumuluar ndër vite, do të kanë ardhur duke akumuluar, mirë po tash kanë mri majën e icebergut. Tash ajo bindja ime është edhe nëse tejkalon këtë lloj Rubikoni zoti Abdi Gjiku, do të ajo që është më me pasojë edhe që pres do të që vështirë njëti do të jetë në gjendje që ta rifunksionalizojë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nëse mbetet në krye të lidhjes të këtij subjekti politik, pasojat do të jenë për këtë subjekt politik tjera, gjë që nuk pritet që ky subjekt të demonstrojë ndonjë unitet, ndonjë dinamikë të re politike dhe do të jetë një subjekt mirëfilli funksional. Përçarjet do të vazhdojnë të mbesin, lëndimet do të vazhdojnë ndimet e brendshme do të vazhdojnë të mbesin dhe unë besoj që përsëri Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë paralizuar sa i përket vendimarrjes politike në raport me ofertën e lëvizjes vetëvendosje. Pra, Afrim, ti parashikon që edhe në 6 gusht nuk do kemi gjë? Jo, me 6 gusht gjasat janë që të konstituohet vendi, sepse lëvizja vetëvendosje do thotë së bashku me partitë minoritare jo serbe i ka numra të mjaftueshëm. Gabimi im, kur them 6 gusht i referohen presidentit, ndjes. Po, presidentit, me 6 gusht fillon rrjedhja e fatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, se si duhet që brenda 60 ditë të zgjidhen, sepse nëse nuk ka diçka të re në këtë drejtim për 60 ditë, atëherë vendi do të mund të shkojë, jo do të mund, po e ka obligim që shkojë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare për shkak të dështimit të kuvendit. Fakti ajo që unë pres do thotë, edhe nëse zoti Abdi Gjiku e kalon këtë test me cilën po përballet aktualisht, është shumë e vështirë që i njëjti do ta bëj unike, do thotë Lidhjen Demokratike e Kosovës, lëndimet do të vazhdojnë të mbesin, hatërmbetjet do të vazhdojnë të mbesin brenda këtij subjekti politik dhe LDK-ja nuk është vështirë të kalkulohet se do të jetë një partner i parashikueshëm për lëvizjen vetëvendosjen që në mënyrë së bashku me këto dy parti politike me minoritetet të tjerë serbe të japin vendit një president të ri. Ne pam para 2 ditë dhe numrin 2 të lëvizjes vetëvendosjes zotin Konjuca që deklaroi që nuk kanë interes
apo ajo tentojnë faktu a hedh fajin partive tjera, tha që PDK nuk lëviz nga qëndrimet e saj të mëhershme, dhe që ka pak shpresa që mund gjendet në një zgjidhje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe po ashtu disa parakushte që i ka vendosur Aleanca për Armërinë e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka dhënë asnjë lloj sinjali publik deri më tani që është e gatshme të përfill në këmbim të votave të saj për krijimin e institucioneve të reja me tekste të veçanta saj të presidentit. Ti pas tyre deri më tani partner më të qëndrueshëm, partner më të besueshëm e kanë Lidhjen Demokratike e Kosovës, mirë po kjo e fundit, qoftë me fitoren e zotit Abligjiku apo me humbin e zotit Abligjiku, nuk do të jetë unike sa i përket krijimit të institucioneve të reja në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. E kuptoj. Ndërkohë, duket sikur PDK është totalisht e distancuar nga gjithë kjo situatë. PDK-ja është me mendje në 16 shtator. Dhe duket sikur çfarë do ndodh deri atëherë nuk ka asnjë lloj rëndësie për PDK-n. A është gabim kjo qasje e PDK-s? Jo, në fakt, Partia Demokratike e Kosovës nuk është që nuk ka shprehur vullnet për bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje. Pakte një pjesë e saj, sepse i kanë dy qëndrime publike, do thotë, që sikur hipotetikisht ishin plotësuar nga Lëvizja Vetëvendosje, atëherë do të bëj mundshëm koalicionin me këtyre dy subjekteve politike. E para, do të edhe PDK-ja ka thënë që nuk ka vija të kuqe, do që është parimi i parë bazik, nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik shqiptar, dhe e dyta, që të njëjtit janë të interesuar për një marrëveshje të madhe politike ku do të përfshihen të tri pozitat kyçe shtetërore, ajo e kryesisë së kuvendit, ndarja e pozitave ministrore në qeveri dhe e pozitës së presidentit. Kërkesa që nuk janë përfillur nga Lëvizja Vetëvendosje. Dhe në këtë drejtim Partia Demokratike e Kosovës do të ka hequr dorë nga negociatat e më të tjeshme për shkak të mos përmbushjes së këtyre kritereve të saj. Nuk ka dyshim që e njëjta është në pritje edhe të asaj që do të ndodhë me 16 shtator në Hag, sepse çfarë do vendimi që do të merret do të kishte efekte të drejtpërdrejta për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse i vetmi subjekt i cili do të preket më shumë qoftë pozitivisht apo negativisht nga vendimi përfundimtar i trupit gjykues në Hag, atëherë ai implikimet e para dhe të drejtpërdrejta dhe më serioze do t'i kishte vetëm mbi Partinë Demokratike të Kosovës. Prandaj mbase është e natyrshme që të njëjtit janë në pritje të asaj se çka do ndodhë me 16 shtator. E kuptoj, ndërkohë, Afrit, nuk ndalur pak tek emrat, po dyshim gjithçka do varet nga negociatat, nga gjithçka, por ose më sa ndajmë të poshtë, çfarë mund të lëshojë Albin Kurti për presidente? Po ndëgjoj, deri më tani do thotë Albin Kurti ka pozicione thosë që i ka pasur në legjislaturën e kaluar, do të ka të njëjtin fjalor politik dhe thjesht të njëjtën sjellje politike. Kjo dhe mu më bën të dyshoj që edhe qëndrimet publike të Lëvizjes Vetëvendosje se gjoja janë për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk më duken shumë të sinqerta, sepse pozicioni aktual publik, do thotë që në cilën ende nuk ka hequr dorë Albin Kurti, se çka do të ndodhë gjatë viteve mbetet të shihet, është se kryesinë e kuvendit dhe qeverinë bën vetë, ndërkohë zgjedhja e presidentit është barë dhe përgjegjësi të gjitha partive politike. Pra në këtë drejtim ai nuk ka lëvizur nga pozicionet e mëhershme të legjislaturës së kaluar, të cilat në fund rezultuan që nuk u treguan të dobishme dhe në zgjidhjet e krizës, por quhen në zgjedhje të jashtëzakonshme. Prandaj edhe këtu, prapë tham, derisa përsëritet e njëjta retorikë politike, përsëritet i njëjti ligjerim politik dhe derisa riciklohen të njëjta sjellje politike, më bëjmë që të jem skeptik, do thotë që është e sinqertë oferta ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje. Unë këtë drejtim atje këtë lëvizje taktike, këtë pritje të Lëvizjes Vetëvendosje më tepër e kam parë që ta përdorë të dështimin eventual apo paralizën apo pamundësinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të afruar më shumë me Lëvizjen Vetëvendosje, ta përdorë si kartë shtesë që njëti ishte i gatshëm që ta bënte këtë kompromis politik, mirë po ja që partneri i tij i besueshëm, partneri i tij i preferuar nuk është i gatshëm për shkak sepse e njëjta vazhdon të jetë e kapur në një farë mënyrë politikisht nga oponenti kryesor i tij që është Partia Demokratike e Kosovës. Dhe në këtë drejtim, këtë pritje, nëse ka dikush i cili më së tepërmi është duke përfituar politikisht, do të edhe nga këto përplasje që po ndodhin në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk ka dyshim që është Lëvizja Vetëvendosje, sepse është vërtetuar historikisht
që sa më e madhe të jetë përçarje në LDK, aq më tepër përfiton lëvizja vetëvendosje, dhe nëse i shohim gjuhën politike që po përdoret ndërmjet dy krave ndërmjet dy krave kundërshtar të lidhjes demokratike të Kosovës, është shumë interesant se të dy palët po tentojnë ta satanizojnë tjetrin se cilët janë më të afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra në këtë drejtim PDK-ja është sipas tyre një farë them metaforikisht djalli i madh, nga i cili secili prej këtyre krave po tentojnë ta shkputin dhe ta divorcojnë përfundimisht lidhjen demokratike të Kosovës, në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme. Të njëjtit e kanë interiorizuar gjuhën politike të Albin Kurtit, i cili tenton dhe ka për mision si të ta çlirojë shtetin e Kosovës nga tentakulat e PDK-s. Prandaj edhe sot lufta politike që po zhvillohet në lidhjen demokratike të Kosovës po zhvillohet me gjuhën e Albin Kurtit nga kundërshtarët nga dy fraksionet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. AK-ja, çfarë po bën AK-ja, Afrim? Po ndëgja AK-ja në këtë situatë thotë ka treguar një distancë në raport me këto zhvillime politike, nuk ka preferuar që të bëhet pjesë negociatave pa e marrë në konsiderat para kushtet e saj, përkundërse nëse ka një ndryshim që është vërejtur sa i përket sjelljeve politike të Kurtit në raport me legjislaturën e kaluar, ishte që kësaj here i njëjti kishte bërë ftesë edhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për bashkëbisedime me arsyetim informal për gjetur një zgjidhje politike. Por ky subjekt politik e refuzoi këtë dhe s'kishte si mos e refuzonte, sepse do thotë në këtë mënyrë sikur do të pajtohej me vlerësimin e Kurtit që burimi i të keqës edhe në këtë parti politike deri më tani ka qenë zotja Haradinaj, prandaj me largimin e tij nga leadershipi i partisë, edhe kjo parti tashmë është përshtatër preferencave politike të Kurtit. Me po duket që ka qenë vlerësim taktik strategjik i drejtuesve të ri, i zotit Gjini të tjerëve, që ky subjekt politik nuk guxon të nënshtrohet këtij karremi të ofruar nga Kurti, prandaj të njëjtit kanë ofruar vetëm disa parakushte politike në këmbim të votave të tyre pa asnjë pozitë ministrore. Por ato parakushte duket që nuk do të plotësohen nga lëvizja vetëvendosje, sepse deri më tani prapë siç po tham, sepse në politikë gjithçka është e mundur, ky subjekt politik është treguar shpërfillës ndaj të gjitha kritereve të saj, me tekste veçanta që ka të bëjë me presionin jashtëzakonshëm që është ushtruar kohën e fundit, ndoshta jo edhe në aq të madhe, mirë, por me kërkesat e hapura dhe publike të ambasadës amerikane që në Kosova pashmangshëm të bëhet pjesë e hartës së re energjetike të projektuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëllim të importimit të gazit të lëngshëm amerikan. Afrim, duhet ndroj pak temë, duhet marrem pak me një temë, në fakt folja pak dhe dje, por duhet një analistë të ndërn me atë që është lajmi kryesor tashmë, një lajm roz, jo, roz politike, me këto faqet në Facebook, Lule Gjeli e shumë tjera, dhe si është historia, çfarë po ndodh? Afrim, duket shumë qesharake, por duket që dëmi që ato kanë shkaktuar nuk është aq qesharak. Ndëgjoj, them drejtën, tash do të thëj për befacin tuaj, do të personalisht nuk është që jam marrë shumë me këtë fenomen, o ky ka të bëjë do të tash natyrisht me shpërhapjen e rrjeteve sociale, të mediave sociale e tjera, ka ndërzuar këto fenomene. Është një personazh do thotë me pseudonim i cili gjatë kësaj kohe ka edhe disa të tjerë gjatë kësaj kohe ka zhvilluar disa fushata të denigruese ndaj personaliteteve politike, por gjithë atyre të cilët kanë pasur opinione publike pasi që nuk kanë qenë në koherencë me rrëfimin zyrtar të partisë fituese të zgjedhjeve. Nuk ka diskutim që sulmet e tilla brutale në rrjetet sociale lën pasoja në jetën politike dhe demokratike, sepse mund të ndikojnë që njerëzit do thotë të smbrapsen nga diskutimet publike kur i nënshtrohen fushatave të këtilla shpifse dhe denigruese. Atë është duke u zhvilluar një debat pothuajse zbuluar personi real i cili qëndron mbrapa këtij, po është në hetim e sipër nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe mbetet të shihet se çka do të sjellin gjatë ditëve në vazhdim këto hetime. Por nuk ka diskutim të thotë që këto sulme online, do thotë në këto sulme online e denigrojnë në mas të madhe debatin politik dhe demokratik, sepse qëllimi i tyre do thotë që njerëzit i bëjnë që të stepen nga pjesëmarrja në këtë debat, që në fund mbetet vetëm një e vërtet
zyrtare, kështu nëse mund ta themi kushtimisht, do thotë, e cila pranohet nga opinioni publik dhe që të mos ketë kontestime alternative ndaj narracionit zyrtar të pushtetit. Pra Lule Xheli dhe disa të tjerë kryesisht janë angazhuar për t'i atakuar në rrjetet sociale ata të cilët kanë shfaqur mospajtime dhe kritika politike publike ndaj lëvizjes së vendosjes. Leta bëjmë qartë, atakimi dhe sulmi është mëse normal, përsa ku ke ide. Këtë do thoja, se të kundërshtosh dikë që nuk ke një mendim është mëse normale, unë kam mendimin tim, po pra ty shkoni me sajesa, me ofendime, me histori jo reale. Ka pasur shpifje, ka pasur, si për shembull rast konkret ju mund të merrni ish presidentin Vjosa Osmani, e cila derisa i kishte marrëdhënie e mira me lëvizjen vetvendosje në jetë, nuk ishte nënshtruar këtyre sulmeve, mirë po mund të hetohet dhe të vrehet që posa filluar ngjarje politike ndërmjet Vjosa Osmani dhe lëvizjes vetvendosje të njëjtit do thotë do ta shihni se çfarë gjuhë brutale kanë përdorur ndaj saj. E kuptoj. Avrim, në fund fare duhet pyes se do kem pas pak edhe ministrin Andin Hoti për të folur pak për varri masiv. Do të zbuluar në zbim po tokë, çfarë diti më shumë për këtë cilet janë të reja më të fundit, nëse ke ndjekur si zhvillim? Në këto kam lexuar, do thotë vetëm për cifra si mirë, po problemi është janë pjesë do thotë e zbulimeve të krimeve makabre që i ka kryer Serbia në vazhdimsi, dihet edhe varrezat masive që janë zbuluar në Serbi e tjera, pra me qëllim që të fshihen gjurmët e krimit të saj në përpjekjen për gjenocid ndaj popullit shqiptar gjatë luftës së fundit. Zoti Kasolli, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi të kishe në këtë bisedë, të përshëndes edhe të uroj një vijim ditë sa më të mbar. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe nga ime. Faleminderit shumë. Shumë të prej shkurtë publicitare, do kemi pas pak ministrin e punës, familjes dhe mbrojtjes së vlerave të luftës shërimtare të Kosovës, zotin Andin Hoti. Publicitet dhe rikthehemi sërish. Klubi sportiv